Banorët e fshatit Melan, por edhe të fshatrave të tjerë në bashkinë Dibër vijojnë të kërkojnë kalim të sigurt në rrugën nacionale Maqellar-Peshkopi. Segmenti i fshatit Melan ka qenë i rrezikshëm që me ndërtimin e lodhit të fundit të rrugës së Arbrit për shkak se automjetet lëvizin me shpejtësi të lartë. Duke qenë se është një zonë shumë e banuar dhe kanë akses kalimi shumë fshatra të tjerë, banorët kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve për të detyruar drejtuesit e mjeteve të kufizojnë shpejtësinë. Më rrezik është kalimi i fëmijëve të cilët shkojnë në shkollën ngjitur me rrugën. Banorët kërkojnë që masa të merren pa ndodhur ndonjë aksident me pasoja në jetë njerëzore, pasi aksidente me dëme materiale ka thuajse çdo ditë. Po problem, ne kemi kalamajt të në shkollë, kemi më po shumë me problem të në shkollë, më po s'na ka vo vesh kush, po krizim është, po pak me ndale, si thoni. E kanë këtë zonë ata. Inshallah nuk rastisën këne, se aksidenti si u bë andi ka dursi. Tani tabelat i ve qëtër kush, ne nuk vem tabela në këtu. Po problema është, po hecim me shpejtësi. Po. Ja, po një t'i shofin vetë ata. Deri sa të vërejtën në një, të herës fillojnë rregullojnë punë. Shqetësim ose ne jemi nga fshati Pjeq. Dhe dalja këtu o problem. Para një javë u bë aksidenti këtu. Jo, sinjalistika është, po nuk zbatohet nga shoferët ndoshta. Edhe vizat poshtë gjatës për të dhënë sinjalin janë, ama nuk e dim. Po dhe shkolla pra, ja ku shkolla. Deri sa vërtet në nxënës, atëherës o vra u bë. Para, ose të bëjnë mbi kalim atë. Bëhet një mbi kalim është, nuk bëhet kjo, bëjnë mbi kalim. Problematikën e këtij segmenti e tregojnë edhe tabelat e shembura nga aksidentet automobilistike që kanë ndodhur ditët e fundit.